Vendimi I fundit I ministrit Stojković për largimin nga puna të 5 punonjësve shqiptar në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive ngresh shqetësime serioze për mënyrën se si po administrohen institucionet publike dhe për standardet e sundimit të ligjit në vend, reagojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Fakti që bëhet fjalë për 5 punonjës shqiptare bën këtë çështje edhe më të ndjeshme dhe kërkon transparencë të plotë, vijon reagimi I BDI-s, duke kërkuar publikimin e plotë të gjitha procedurave dhe vendimeve që kanë çuar në këto largime, hetim institucional për respektimin e procedurave ligjore në këtë rast dhe rishqirtim të menjëhershëm të vendimeve në përputhje me ligjin dhe standardet e administratës publike. BDI ka reaguar edhe për, siç shprehen, skandalin me sistematizimin e Ministrinë e Punëve të Brendshme I cili përfshin, siç thonë, shfuqizimin e një numri të konsiderueshëm të pozitave udhëheqëse. BDI kërkon transparencë të plotë mbi sistematizimin e ri, kriteret e përzgjedhjes dhe mënyrën korrekte se si do të garantohet përfaqësimi I drejtë në strukturat drejtuese të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Institucionet e sigurisë nuk mund të trajtohen si hapësirë për eksperimente organizative pa vlerësim të ndikimit të tyre politik dhe shoqëror, thonë nga BDI. Sipas integristëve, çdo reformë në këtë sektor duhet të forcojë profesionalizmin, por njëkohësisht të ruajë balancën ndër etnike dhe besimin institucional. Çdo devijim nga këto parime do të ketë pasojë afatgjate për funksionimin demokratik dhe për kohezionin shoqëror në vend.